jetu vesh me një rrogë. Edhe mbujtësi kemi qenë shumë ma mirë. Koket ndryshe, po. Realisht shumë çka po përmendet edhe po atakohet femna, femna nuk ka fajin këtë drejtë meq. Femnat nuk kanë faj. Nuk ka faj një femën nëse burri që është gjenteli duket i keq, edhe ai që është shumë i egër i duket i keq. Burri është ai i cili din me u sjell në secilin situatë. Edhe fatkeqësisht na kemi pas një farë mentaliteti që ndoshta ruhet dikon edhe sot e që nuk duhet me u po, që burri me kon stoik, burri me kon ai që nuk ke shkurr, ai që është gjithë serioz, ai që është gjithë i ngrit, ai që nuk i jep kërkujt emocion. Kjo nuk është burr. Burri është ai i cili lun me fëmijë, burri është ai i cili lun me gru. Burri është ai i cili ofrohet me familjen e tij dhe brenda shtëpisë tina ai është njëri që e ndreq atë atmosferën, ai që e ndreq atë qefin brenda shtëpisë. Burri nuk është ai i cili kur të në shtëpi duhet këtë mu shokat shtëpia kërkujt me spionizoni, po ai i cili kur të vjen në shtëpi ngjallet shtëpia, ngjallet atmosfera, bëhet domethënë e ëmbël shtëpia, e dashme shtëpia. Po normalisht në situata të caktuara me ditë me marr leadershipin edhe me ditë me udhëheq përpara. Aty ku lypet, aty ku ka nevojë me ditë me e shtrengu ose me e pas shtrengum brenda karakterit të vet. Na termin burr dhe bashkëshort po e përzina, se na realisht na ato folësh për burr. Për mashkullin burr, çish po vepron, çka po bën, edhe çish është në ditët e sotme. Tash më anis me hiç me një burr që më jetuar. Ka burr të mirë, çfarë adem se po them se ka burr të mirë, edhe bashkëshort të keq. Për shembull, ka burra që kur doni jashtë janë të fjalës, janë të punës, ta mojnë familjen, po në fund ditës është bashkëshort i keq. Ta tradhon gruan, në shtëpi ashta nuk shkon kurrë, amo jashtë shtëpisë është super burr, fjalën e mban. Ai mund të më kon shumë shok i mirë, mundet më kon çka dush tjetër përveç burr i mirë. Nuk mund të më kon burr. Ai i cili tradhon gruan ai nuk është burr. Tamam, puna normal, amo nuk bëjmë të thonë. Unë e thash në fillim, burri motet në sfida. Edhe sfid për një burr të martuar është ballafaqimi me gratë të tjera. Nëse ti bjen përpara një femne tjetër edhe e ki gruajen tonë në shtëpi, ti nuk je burr. Nuk je burr, ti nuk je karakter. Ti nuk je i fuqishëm aq sa me mbajt vetveten, me nal epshin tën, me nal erzin tën. Atëherë pas kanë mbet me i numëru në gishta burrat, se shumica vrastojnë. Na jemi të full për atë mashkullin ideal. Po e përzina atyre. Nëse flasim për burr, na nuk mëna me ul standardet veç pse shoqënia jo nuk është aty. Apo den. Se s'mundesh për shembull për shoqërinë me qenë besnik, po për atë që ke në krah për gjithjetën mos me qenë besnik. Absolutisht. Prapse Ajo është një kri nuk ka vend kërkon. Ekziston ka gjasë shumë. Po nuk mund ta